Falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, nuk kemi dije tjetër përveç sa asaj dije që Ti na ke dhuruar, Ti je i gjithdituri dhe Ti je i urti. O Allah, o Zot, na dhuro neve dije të dobishme e na bëj dobi me dijen që na mëson, e na shto o Zot diturinë dhe urtësinë. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëje dijen që ne marrim dhe japim argument, dëshmi, avokat, ndihmues për ne ditën e Kiametit. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëje këtë të bim njerëzish të falur dhe të mëshiruar. Amin. Atëherë pa humbur kohë me shpresën të madhe të Zot, po fillojmë me pyetjet që mund kenë vëllezër dhe motra dhe pyetjet të cilat ne i kemi këtu të depozituara. A mund të japim sadaka edhe me niyetin që të na shtohet pasuria? Apo duhet të themi që kur japim sadaka, duhet të kemi qëllim dhe synim kënaqësinë e Allahut? Njeriu kur jep sadaka, kur jep lëmosh, e jep për të fituar kënaqësinë e Allahut. Por nuk ka gjë nëse mendon se kjo sadaka do të bëhet sebeb dhe për gjëra tjera. Për shembull, si thot pyetja, sebeb që të shtohet pasunia, sebeb që të shërohet një smur, sebeb që të pranohet duaja, jemi okay. Ama niyeti dhe qëllimi është kënaqësia e Zotit. Por ne mund të mendojmë njëkohësisht efektet pozitive që na sjell sadakaja. Për këtë arsye thot pejgamberi sa sem dawu mardakum bis sadaka. Shërojini të sëmurët tuaj duke dhënë sadaka. Pra një formë që shërohet, po mira, ka shpërblim, se unë dash me niyetin për të shëruar i smuri, absolutisht që ka shpërblim. Ka shpërblim. Pra shpërblimi nuk humbet nëse njeriu përveç se e jep si sadaka, ka dhe i qëllim tjetër mbas kësaj. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se çdo ditë në tokë zbresin 2 melek sa herë që lind dielli. Zbresin 2 engjëj. Dhe luten duke thënë: Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti wa a'ti mumsikan talafa. O Allah, jepi atij që jep, kompensoja atij që jep, shtoja atij që jep, e bëja telef, do të thonë zhdukja, telef, i thonë me zhduk, me i largu bekimin atij që nuk jep. Kështu që nuk ka asgjë pse njeriu kur jep sadaka, alhamdulillah. Yahdikumullahu yuslih balakum. Nuk ka asgjë që kur njeriu jep sadaka, jep edhe me këto niyetet e tjera, nuk përbën asnjë lloj problemi dhe nuk e humb shpërblimin e sadakas. Megjithse ajo vetë bën efektin, por lejohet. Kur kemi qenë fëmijë para 15 viteve, kemi qenë 12 dhe 13 vjeç një grup çunash, kemi shku në xhami dhe kemi parë arkën e xhamisë. Ajo arka e xhamisë ishte me xham të dukshëm, që xhamati linte sadaka, dhe ne me shokët i vodhëm ato paret. Edhe nga ajo kohë deri më sot, le të shërbejmë mësim për ata që bëjnë akte të tilla, neve na ka ecur vetëm se keq dhe ters. Dhe mendoj se mund të jetë kjo si pasojë e asaj që kemi bërë në atë kohë. A duhet me i kallëzu hoxhës dhe me pagu dëmshpërblim nëse ka mundësi me e qitë në programin tënd pyetje përgjigje? Po. Ju duhet ktheheni edhe një herë tek ajo që keni bërë, pra me kuptimin të pendoheni tek Zoti, e para gjë, dhe t'i ktheni ato para mbrapsh. Nëse grupi jot nuk pranojnë, atëherë duhet i paguash ti vetë. Sepse ju të gjithë jeni ortak në krim. E të prekësh vakufin, e të prekësh paratë e xhamisë. Normalisht që do t'ja
nish pasojat, do t'ja prekësh edhe pasojat. Dhe kjo është një nga pasojat. Kështu që pendim, ftohet hoxha dhe imami dhe të kthehen lekët mbrapsh, por kur të kthehen lekët mbrapsh, duhen kthyer me vlerën e asaj kohe. Duhen kthyer me vlerën e asaj kohe. Nëse gjatë faljes së namazit nuk i shqiptoj mirë disa fjalë, pasi ne i kemi mësuar përmendesh, po nuk e dim theksin ashtu siç duhet në gjuhën arabe. A e zhvlerëson kjo gjë namazin apo jo? Sipas mundësive dhe kapaciteteve dhe hapësirave që ka njeriu. Do thënë, kur flasim për axhem, pra për njerëz që nuk flasin arabisht, normalisht që ka far tolerancë. Po nuk mund të ketë tolerancë për një që ka 5 vjet që fal namaz. Nuk mund të ketë tolerancë për një që ka vite që fal namaz. Ama kur njeriu është në fillimet e veta, normalisht që ka far tolerancë. Për këtë arsye, surat e Kuranit duhen mësuar mirë tek një hoxh i cili të bën dhe korrigjimin. Për shembull, ka sin edhe sad, ka dal edhe dad, ka ta edhe ta, ka hemze e ka dhe ain, ka kaf, ka ghain. Ka shkruar që si kemi fare në për shembull, kemi ha, kemi kha, kemi ain, kemi ghain, kemi dad, që si kemi fare në gjuhën tonë pra. Atëherë duhen mësuar gjërat ashtu siç duhet. Kemi shedden. Shedja do të thotë 2 shkronja. Në momentin që ti nuk e thu shedden, do të thotë ke humb një shkronjë. Po nuk lejohet me humb një shkronjë Kuranit. E të tjera, e të tjera, e të tjera. Ndërsa kur njeriu është në fillimet e veta, në fillimet e fesë dhe të besimit, kur është në ato fazat e para, derisa ti mësoj ca gjëra, nuk ka asnjë problemi dhe ka tolerancë. Derisa inshallah dhe të forcohet në fe dhe në besim. Më kanë thënë që me bërë tesbi me i një emrat e Allahut dhe çdo emër i Allahut ka një numër të caktuar. A është sevap apo gjuna? Sevap nuk është, gjuna është dhe bidat është. Po pse? Nuk ekziston në fen ton asnjë lloj dhikri duke përmend emrin e Zotit tek me një numër të caktuar. Nuk ekziston. Po çat keqe ka se emrat e Allahut janë, o vlla. E keqja e madhe është se këtë gjë nuk e ka bërë pejgamberi alayhis salam. A ka keqje më të madhe se sa të bësh diçka që nuk e ka bërë pejgamberi alayhis salam? Emrat e Allahut, ai ka ditë pejgamberi alayhis salam? Po. Pse nuk ka një tesbih pejgamberi sa me një numër të caktuar me emrat e Allahut? Për shembull, thoshte Er-Rahman 500 herë, El-Ghafur 300 herë, El-Melik 1000 herë. Ne që s'kemi argument për numrat, po s'kemi as argument për dhikr të Zotit me emrat e Allahut. Nuk ka argument në fen ton. Kështu që nuk bën, është bidat dhe gjuna. Unë në zërat e celularëve kur të keni kohë, pa prish terezin tuaj. A mund të agjërojmë pa marrë gusl? Po, mund të agjërohet pa marrë gusl. E para, gusli nuk është prej sharteve, prej kushteve të agjërimit. Pra dikush gëdhin gjunub në një ditë që do me agjëru, qoftë nafile, qoftë Ramazan. Dhe pastaj lahet, fal sabahun, a i vlen ati Ramazani? I vlen. Po ishte gjunub, nuk ka si lidhje. Nuk shkruhet askund që njeriu që agjëron zbon me qenë gjunub. Nuk shkruhet askund. Nuk ka lidhje, pra nuk ka lidhje. A është ndryshe kur njeriu bëhet gjunub me qëllim gjatë ditës, me vetdije, është muhabet tjetër. Po edhe nëse flen gjumë gjatë ditës dhe bëhet gjunub, prap nuk prishet Ramazani i tij, se nuk e ka bërë me vetdije dhe me qëllim. Një familjar ka të bëjë me magji, o kon te i hoxh me rukje i ka fry që me largu xhinët e trupit. Asaj ja kanë bë në pije, ama ai hoxha na ka dhënë një letër me shënim arabisht, me qit në ujë, me lon 2-3 orë, tani atë ujë t'ja japin me e pi.
dhe ka kërku një foto të partnerit deri ke 3 qereku i parë po e shtyshim muhabetin. I ka kënu me rukje, mirë. I ka largu gjin prej trupit. Këtë s'ka skaner në botë që ta nda. Ja ka largu apo se ka largu? Kjo është njësoj si me shti fallë. Asaj ja kanë bon pije, nga e mori vesh ky ustaj, që ja kanë bon pije. Dhe më thonë, rukje njeriu duhet boj, po duhet jetë shumë i kujdesshëm me këto deklarimet. I ka dhonë një letër me shënim arabisht, e zemë se kjo letra është me Kur'an, ta fusi nuj ta pi. Në momentin që thot, i ka kërku dhe një foto të partnerit, këtu ka i gjosen që nuk shkon. Përse? Kështu që larg këtij njeriu dhe mundësisht ta denonconin. A është e lejuar të konsumojmë ushqim të mrizi i zanave? Ose që ka për shembull bukë me djath, me gjath, kështu ka thonë, për shembull bukë e gjath, djath. Që në përbërje ka dhe mishviçi, pa tani buka me djath, a ka mishviçi? O është bukë me djath, o është bukë me mish edhe me djath. Viçi, duke marrë parasysh se ata janë të krishterë. Po lejohet, fetarisht, ne na lejohet që të ushqemi nga ushqimi i krishterëve. Vetëm nëse është thinj, derr, nuk bën. Pra thjesht aty ne duhet me thonë që jam musliman, edhe ata e marrin konsiderat këtë gjë të tillë, kështu që lejohet, me që është përmend me emër. Do të thonë jo vetëm se është përmend me emër, po me kuptimin lejohet që ne të ushqemi nga ushqimi i krishterëve, edhe i hebrejve. Kështu që është halal i bie. Jam 18 vjeç dhe po më vin kërkesa për martesë, por unë nuk ndihem gati. Dhe me njërën për këtyre kërkesave më ka ndodhur që ati i kishte thënë njëri që lëshon hajmali. Njoni. I kishte thënë njëri që lëshon hajmali që ajo është kismeti yt. E kuptoj ky. Ky gjallësa i ka thonë atij çunit që kjo goca është kismeti yt. Ka fol me atë lart ai, edhe i ka thonë ai lart që kjo goca është kismeti jot. Por mua nuk më pëlqen fare si tip, edhe nuk më pranon zemra. Ti je në rregull, kurse këta janë gjithë shejtan. Gjithë janë bashkëpunëtorë të drejgjit. Ti je në rregull, s'pëlqe, s'ta do zemra, thuj vrapit. Mirë po prindit po mushtojnë presion që ta marr nga që ai kishte thënë se është kismeti jot. Dhe mami çdo ditë më nxit që ai të vi e të më kërkojë. Unë faktikisht jam e përkushtuar në mësime dhe dua që të dal në jetë të ndihmoj familjen time se janë shumë rënë në gjendje ekonomike. A bëj gabim unë lidhje me këtë? Ti je në rregull o motor, po të gjithë këto grupi që janë aty për rreth e për qark të gjithë janë të smur. Duke filluar me atë që lëshonte hajmali dhe ka thonë kjo vajza është kismeti yt, i ka thonë këtij avdallit, këtij hunit gardhit, e cakto ka ai se kush është kismeti, kush nuk është kismeti. Pastaj gjithë këto delet që janë rreth e për qark që ushtrojnë presion që ta marrësh një njeri të cilin nuk e do, apo nuk pëlqen, apo nuk. Kështu që stresit zero, vazhdo shkollën ti, vazhdo se je mirë, e këty në thuaj ju të gjithëve, faleminderit. Vjera ime më ka marrë inat me djemt, vetëm që mbrojmë. Atëherë. Vjera ime ka marrë inat me djemt, vetëm që mbrojtëm vajzën nga dhëndri që ngacmonte vajzën 12 vjeç, dhe vjera na mallkon. Pse se mbuluat ju atë që bonte dhëndri, po i tregu të gjithë njerëzve. E si pasojë neve na mallkon, edhe fëmijët na e mallkon, edhe çunin neve që është me kimje në spital e mallkon. Mallkimi I kësaj nëne nuk zen.
mallkimi I kësaj nëne nuk zën. Pra historia është, ne kemi trajtuar dikur më përpara, që ishte një dhondër që ka gacmu gocën e dikujt. Dhe kjo goca ishte 12 vjeç. Dhe këto janë zime të, edhe ka dalë kjo gjë dhe ka marrë vesh gjithë fisi. Tani nona, gjyshja e gocës, mallkon çunin që e kanë edhe nusën që e kanë bot modhe këtë problem. Kjo vetëm non nuk e ka emrin. Çdo gjë mund të jetë kjo gjëja, përveç se non nuk është. Mëse për t'i shpall luftë atij kafshës, atij plerës që ka kacmuar një gocë 12 vjeçare, kjo tani mallkon fëmijën e vet edhe nusën e vet pse e kanë bot modhe. Kështu që e para gjë, mallkimi I kësaj nuk zën, e dyta gjë, kjo nuk është njeri, I Zoti di se çfarë mund të jetë, dhe e treta gjë ju keni bërë shumë mirë dhe mos e mani mendin fare se mallkimi I kësaj është nul. A e di fjalën nul? Kështu që stresit zero. Kam dështuar fëmijë, a kam hyrë gjuna? Se mora vesh diku se nëse dështon të merr Zoti fëmijët e tjerë. Kjo nuk është e vërtetë që pa abortova apo të dështove, siç është në gjuhën popullore kështu, merr Zoti fëmijët e tjerë. Kjo nuk është e vërtetë. Amo që ke bërë gjuna, që ke abortuar, ke bërë gjuna, normalisht. Amo ky gjuna nuk do të thotë se është kjo gjëja. Pra është një gjuna në vete, një mëkat në vete, kjo është gjë në vete. Kështu që nuk duhet I përzim gjërat. Jam një motër muslimane, po të pyes çka janë këto 3 muajt e Ramazanit. Nuk ka 3 muaj Ramazani. Ramazani është një muaj. Ja këto muajt që përmenden para Ramazanit, muaj me fjalë magjike, nuk ka kështu gjërash. Më arriti koha e imsakut duke falur vitrin, a duhet ta përsëris namazin e vitrit? Jo. Nëse ti ke filluar namazin e vitrit, pa hyrë koha e imsakut dhe pastaj të zën imsaku, je në rregull, nuk ka asnjë problemi. A më lejo që të blej flori ose argjend me niyetin që kur të rritet vlera t'i shes më vonë? Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. Për leximin e surës Yasin në Kur'an që bëhet me një numër të caktuar, domethënë për diçka të hajrit, për risk, për fat, me lexu 42 herë Yasinin në një ditë. A është e lejuar kjo në Islam? Sepse më thanë që për ta lexuar 10 herë, po unë kisha lexuar që duhet lexuar 42 herë. 9. Jo, nuk ka argument për një gjë të tillë. Kur femra martohet dhe shkon tek burri I saj, ka të drejtë ta përqafojë vllajën e saj apo të japi dorën vllajt të saj, sepse po më thon këto tani tek shtëpia e burrit që nuk bën. S'janë njerëz to, jo. Këta njerëzit e burrit tat nuk janë njerëz. I Zoti di se çfarë janë. Thotë përderisa e martuar s'bën me taku as vllajën as njerëzit e familjes me dorë. Këta nuk janë njerëz, me pasha Allahun. Pasha Allahun që nuk ka Zot tjetër veç Tij, këta nuk janë njerëz. Vallahi, për Zotin. E pyeti një shok timin për një gjë dhe më tha, s'di sa herë pasha Allahun nuk është ashtu. Ose pasha Mekën nuk është ashtu. Edhe pse ajo gjë është ashtu siç ky bonte ben e kundërt dhe ishte duke bërë betim të rrejshëm. Ka dënim, normalisht që ka dënim. S'ka dyshim. Betimi I rrejshëm është I rëndë shumë. Sidomos nëse nëpërmjet këtij betimi të rrejshëm I ka hyrë hak dikujt, ose I ka ndalu hakun dikujt. Atëherë problemi është edhe më I madh. Çet mikrofon. Salam aleikum. Aleikum selam. Mirë? Iknësht. Hajde. Paçim.
Unë si ndërtues e kam haram nëse vjen një klient me blej një banesë te unë, por sa ai don me blej përmes bankës. S'ka lidhje fare, ti shit se ku i merr ai, se si i merr ai parët, se si i gjen ai parët, ti nuk quhesh në problem në këtë rast. Dhe ka fetva për këtë punë. Vjera ma ka thënë në sy që mua nuk më dosi nuse të djalit për shkak të kaluarës sime. Dhe unë që prej asaj dite që ma ka thënë, kam vendosur që në telefon mos ta marr më, se unë ndjeva shumë keq brenda meje. Kur ajo më tha, çuni i saj dhe burri im më ka thënë që nuk ka asgjë të keqe se ajo e ka thënë për të gjitha nuset, jo vetëm për ty. E paska me të gjitha nuset. Por aman kërkon respekt nga unë, nga burri, dhe më thotë që merr në telefon dhe thuj më fal, që për kaq kohë nuk kam marrë në telefon. Të lutem bëj një video dhe fol për këtë temë. E para gjë fajin e ke ti edhe burri jot që i keni treguar asaj të kaluarën tate. Prej gabimeve që bëjnë çiftet, është se nëse ka diçka, ose çune ose goca, që ja tregojnë njëri tjetrit me sinqeritet, shkon avdalli ose avdallja dhe ja tregon historinë familjes. Avdallëve. E ne bojnë gjithë kompania e avdallosve, edhe diskutojnë po si e ka bo, ku e ka bo, po si e pas ka bo, a ja vlen apo nuk ja vlen. Ndërkohë që ky muhabet mund të rinte mes të dyve, edhe e mbyllshin ata të dy. Se ç'a bën tani bën pishmon këto, pse e kanë tregu. Po. Iku, si është ajo fjala, iku vapa me gushtin. S'ka mu. A është e vërtet që kush agjeron natën e madhe të Miraxhit është njësoj si kur ka agjuar 60 vite rren. Kjo është një rren e madhe. Ose një gënjeshtër e bujshme. S'ka argument për një gjë të tillë. Thot, vendosja gërshërve poshtë shtratit. Çfarë do të thotë sipas traditave të lashta dhe bioenergjike? Kjo do të thotë me i futi tas lall me pak krip, jo më shumë, e në të bon mirë, inshallah. Vendosja gërshërve poshtë shtratit. Do të thotë që s'ke pik menje në kokë. Nëse debaton nëna ime me gjyshen, kujt duhet i mbajmë krahun si mas fesë? Kujt ka drejt? Nëse nona ka drejt, ma krahun e nonës. Nëse ka gjyshja, ma krahun e gjyshës. Pastaj, leje gjyshën e burr thotë që det, gjyshja e vjetër është. Gjyshja sa ka jetu, nuk ka për të jetu. Po e rëndësishme ne duhet jemi tek e drejta, s'ka lidhje kjo se çfarë lidhje kemi. Kam bagti dele, por sot më mori një person një qingj dhe e donte për ta bërë kurban tek themelet. Dhe ajo qingjia kishte qenë bars. Ne nuk e dinin se kishte qenë bars. Kam merak, mos kam hyrë në gjyna me bagtin me atë personin që e mori për themel? Po, s'ka dyshim. Nëse ti e ke ditë që po e merr këtë qingjin, apo delen, apo dashin, me e therë tek themeli, je ortak në shirk. Pra ai robi ka bërë shirk, ka bërë idhujtari, paganizëm, edhe ti që ke qenë i vetëdijshëm që po e merr për këtë punë, jeni njësoj në gjyna e para gjë. Ndërsa fakti që ka qenë barse dhe nuk e keni ditë, kjo është gjë tjetër, s'ka lidhje fare me temën tonë. A është e vërtet se kur i lishon, do të thonë kur vendos,
rukjet në tel, pra në telefon, dhe flen, ata njerëz si i shef në ëndër, pra ata njerëzit që i shef në ëndër, të kanë bërë magji. Për çfarë lidhje ka më? S'ka se lloj lidhje, ti mund të shofësh gjithë qytetin në ëndër, që kanë dalë në protesta për shembull, e i shef në ëndër. E i bie që më të pas bo 100.000 veta magji. I ka thonë burrit tem, thot një rukjexhi, që ato njerëz si i shef në ëndër të kanë bo magji. Ky rukjexhiu duhet arrestu. Futni denoncim inshallah dhe të bi bota rahat prej tij. Ai nuk është e prerë, mund të ndodhi, po s'është shkruajt maskun kjo gjë, o njerëz. Nuk është e thonë maskun, sa njerëz po shkatrohen, sa vëllezër po ndahen, sa fise po futen luftë me njëra tjetrën me këto muhabete. S'është e thonë më vëlla. Nuk është e thonë më. Mund, po mund edhe që mos tjetë. A është e lume kur je xhunub mos me i la krejt flokt, dhe po laj gjysmat, laj çerekun. Po vetëm si kur abdes me i dhon mes, po pra, fërkoj nga sipër. Boja kështu. E në hik. Kur je xhunub duhet lahet gjithë trupi, edhe koka, edhe flokët, edhe vesht, edhe syt, gjithë trupi. Edhe sqetllat. Ujdi duhet patjetër të dëbërtoj. Përjashtimi është për femrat që kanë ngërshet, e që kanë shumë ngërsheta, e i kanë lidhë dhe i kanë botu. Lejohet që ta hudhin ujin sipër pa i zgjidh. Pa pas nevojë me i shkatru. Ky është rasti i veçantë, kurse pjesa tjetër e popullsisë duhet i lajnë me ujë. Jam akuzuar nga kunata ime se i kam bërë sulltjash me qëllim që t'i shtohen vajzat. Kështu është kur shihni atë me cekën, ose kanë patë falli 2. Ndërsa kunata tjetër më ka akuzuar se i vajta për vizitë me djalin 10 ditësh me qëllim që t'i shkretohet hisja asaj. Hajde paganizëm, hajde epoka e Bakrit, hajde. A mund të marrë një përgjigje nga ju, thot, a janë vërteta këto që më thonë, sepse e kam vuajtur psikologjikisht shumë dhe i kam larguar tashmë nga jeta ime, por s'po më hiqen nga mendja këto akuza. Edhe pse asaj të parë si kanë lindur edhe një djalë mbas sultjashit tim, dhe kjo e dyta ka lind 2 vajza. O jenë rregull ti pasha Allahun, po ato janë Allahu ju zoft. Edhe ato s'kan faj, jo se kështu ma e kanë nia, kështu kanë ngel besytni. Në familjen tonë e përdorim mrakin si ilaç i jashtëm për të forkuar trupin. Në rast të ftohje dhe gripi, përdorimi i jashtëm lejohet nëse keni rakin aty prej kohësh, amo që me bë raki me këtë njet nuk lejohet. Amo nëse e keni, për shembull në shtëpi, dhe e përdorin me aspirina, për shembull bëjnë me aspirina, edhe forkojnë trupin në rast ftofje, nuk ka problem. Përdorimi i jashtëm lejohet. Kur jemi duke fal namaz me një familjar në atë kohë, kur jemi duke fal namaz dhe një familjar në atë kohë ndez muzikë në shtëpi me zë të lartë, a lejohet të flasim? Por jemi tu fal që ta fikim muzikën se na bezdis? Jo, s'lejohet me fol. Mund t'ja bësh me shenjë, po jo me fol. Po ti falu se namazi është në rregull. Unë jam regjistruar për të bërë hafize. A përfitojnë prindërit e mi sepse ata nuk falin namaz? Nëse janë musliman, po, përfitojnë inshallah. Nëse janë musliman, po.
Cila është mënyra më e mirë për t'ju folur prindërve për namazin? Edukata jonë. Selam, rahmetullahi ve berekatuh. Mënyra më e mirë është që me edukat, me si më thon, mua mor zemrën me të mirë kur i thon me shërbim. Po të prunaj lek ke shtëpia, të bëna i punë, edhe duke ju fol inshallah, edhe kështu ju zbutet zemra dhe filloj namazin avash. E rëndësishme është mos me apo fort të rënd situatën, edhe mos me fol shumë për haramet. Kjo harame, leca gjona pa i thonë ke shtëpia. Kam dëgjuar që flitet për mehrin, a duhet patjetër të jetë diçka materiale apo mund të kërkojmë edhe gjëra si për shembull mësim Kurani, bërja e haxhit etj. Ka tolerancë kjo pjesë. Stresi zero. A do të kemi mundësi në xhenet të takojmë profetët e tjerë përveç pejgamberit ton Muhammed alayhi salatu selam? Padyshim që po. Ta fitojmë xhenetin, pa fitove xhenetin, mos e vrit me në çdo dëshirë dhe ëndër atje plotësohet. Cilat janë mëkatet që bëjnë njerëzit në këtë botë si të largojnë veten e tyre nga mëshira e Allahut? Çdo mëkat i madh është precedent për të larguar nga mëshira e Allahut. Duke filluar me mosfaljen e namazit e pastaj të tjerat. Çdo mëkat për cilin thuhet mallkuar ai që e bën këtë gjë është precedent për të dalë nga mëshira e Allahut. Pra çdo mëkat i madh, mosfalja e namazit, që është njëshi i mëkateve të mëdha, edhe çdo mëkat për cilin është thënë është i mallkuar ai që e bën këtë veprim. Pyeta një hoxh në vendin ku jetoj dhe i thash, dua të prish një magji, dhe ai më tha, nëse e prish një magji krijohet një tjetër. Elhamdulillah që s'kam gjë në dorë, se vallahi bilaj në burg e kisha fut, për Zotin. 6 vjet në burg kisha fut vetëm për këtë që ka thonë, pasha Allahun, kisha gjë në dorë. 6 vjet për Zotin. Këta njerëz duhen denoncuar. Nuk lejohet që të ketë imam të tillë mbi sipërfaqen e tokës. Hoxhallar të tillë mbi sipërfaqen e tokës nuk duhet të ketë. Se këta janë siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dallu fa adallu, kanë humb, po humbin dhe tjerët. Sa hajt mos e vetë ka marrë rrugën e qoftë largut, po ky çon edhe të tjerë te rruga e qoftë largut. Unë punoj si agent call center, jam përgjegjës për ndjekjen e dërgesave të pakove, ka dhe filiale bankash. Ne nuk kemi asnjë lidhje me bankat, klientët na telefonojnë dhe duan të flasin me bankat. Atëherë ne u japim numrin e bankës. A është kjo haram? Normalisht që këto telefonata na ndodhin në rrallë maksimumi 4 në javë. S'ka lidhje, unë mendoj që s'ka lidhje kjo pjesë, pra nuk bëhet gjithë puna haram për kaq. Mora guximin të shkruaj lidhur me një çështje dhe të kërkoj falje për shqetësimin, mos e vrit mendin. Por kam një pyetje pikërisht me këto momente që po më shqetëson. Okej. Që lidhet me një veprim timin që është bërë parti. Po mirë, burr, dil ke pyetja direkt, burr. Dil ke pyetja direkt. Kam shkip prum tek një person që këndon dua dhe lutet në emër të Zotit, mund të duket e çuditshme, por që duat që i këndon ishin pjesë Kuranit. E di që në Islam është ndaluar shkrirja plumbit, jo se kam dyshim besimin e Zotit, pas njerë ishte kureshtja dhe dëshira me ditë çka thot. Ke bërë gabim, ke bërë gjuna. Kjo gjë që ke bërë ti nuk lejohet. Kështu që pendohu edhe mos e përsërit më. Kemi edhe që faqja ka emrin, që thjesht po e denoncojmë faqen. Faqja është shërim nga magjia në TikTok.
Hajde të shohim këto, çfarë thonë. Se këta janë ustallar. Nëse ekonomia në shtëpinë tuaj është bllokuar, merrni një lek të thyer, vendoseni poshtë jastikut një natë dhe ditën tjetër hidheni kur rrjedh ujë në det, në liqen ose në lumë dhe thuaj: O Allah, zhblloko ekonominë te mua 3 herë. Mashtrim. Rren. Ose thënë ndryshe nona, apo s'pas kanë fotojnë nonë të shkretën, se dia kanë marrë leje që ja kanë marrë foton kësaj nonës shkretë, kanë fut këtu. Kështu që nëse kjo nona këtu ka nipër dhe mbesa, mund ta denoncojnë faqen, edhe t'i morin, t'i vejnë në i gjobë. T'i morin ja 500.000 euro gjobë. Edhe 100.000 jepni mua që ju dhash menimin. Për disa produkte që dua të shes nëse vendos çmim shumice dhe çmim pakice dhe një klienti që kërkon sasi të vogël, pra pakice jap me një çmim krejt tjetër, nga i tjetër që kërkon shumë në sasi ja bëj gjuna, jo, s'ka si problem. Fetarisht kjo është e lejuar, nuk ka si lloj problemi. Burri jem e ka një shok që vjen shumë shpesh në shtëpinë tonë për të buajtur, pra për të flet gjumë. Hapësira shumë e vogël dhe ne jemi 5 antarë. Unë ndihem shumë keq pse ai kërkon aq shpesh të vi aty. Mirë po burri thotë që i vjen keq të thotë që mos vinë në shtëpi. Thuaj ti o motër. Thuaj o vlla, a shef që i na ngushtë tuk e shtëpia? Hec. Lejohet fetarisht me fol në këtë rast. Unë nuk ndihem me ato të qëndroj aty dhe të shërbej deri vonë. A mund ta këshilloni burrin tim se për mendimin tim ai nuk pyet fare. Nëse ka mundësi mos ta publikosh këtë pyetje përgjigje. Hajde inshallah. Thuaj këtij hunit gardhët që e merr këtë robin edhe rrin kaq shpesh edhe e fton edhe rrin thuaj, ka thonë hoxha thuaj valla i thuaj kisha thonë që mos e lexo, po edhe unë valla e lexova gabimisht, se do i kisha bënë një ndryshim lexim. Po se kisha mendjen. Kështu që kërkoj Allahut për publikimin, po që ty të lejohet në këtë rast i thush atij o zotni, hec të falë Zotit se na shkatrove shtëpinë. S'ka kush e arreston për Zotin. Kam një pyetje tani që vjen muaj Ramazanit, unë e maj Ramazanin që 16 vjet, prej moshës 8 vjeçare, pa ndërprerje, domethënë 30 ditë, në asnjë ditë s'e kam prish. Por tani kam problem me zemrën, jam i ri në moshë 24 vjeçar. Kam pas një trumpozë në zemrën pikësit gjakut, tani po përdor barna 3 herë në ditë, si më këshillon ta maj Ramazan apo jo? Pyet një mjek që është i fushës. Elhamdullah ne kemi mashallah shumë doktorë të zemrës që janë besimtarë dhe ta japin tamam fetvan për këtë punë ose opinionin mjekësor për këtë punë. Kështu që hoxha, çfarë thot hoxha? Me thonë hoxha Ramazan, ma Ramazan po të bjerë në i trumpoz, e hajën gjunafin nga Zoti. Kështu që pyet një mjek specialist. Nëse ke interesim më të detajuar, hajde edhe t'japim numrat e doktorëve musliman, edhe t'japin ata opinionin e duhur për këtë lloj situate. Edhe mos pyet hoxhallar për kështu muhabetesh, po pyet mjekët specialist. Profesor Mahir Hoti ka thënë gjithmonë se 2 gjana i kanë të përbashkëta Shkodra me Barcelonën, ngjyrat e skuadrës dhe se flejnë në zheg. Shkodrën e kemi këtu në zemër. Faktikisht e ka bërë mirë këtë që ka thënë, sepse na ishte bërë pyetje herë neve që thotë flejnë mas akşamit. Edhe shumë shkodron në komente e kanë kundërshtuar. Ka thonë ky që ka fol këtu s'ka lidhje me Shkodrën, se Shkodrën nuk flenë mas akşamit, po flenë në zheg. Edhe s'ka më mirë se ai gjumi kur është vape në zheg as sa çia në gjumi, që Shkodra mbeteni gjithmonë në krye të listës. Jeni më të mirët. Allahu ju rujt. Dua të fejoj djalin kur është koha ose muaj ose hëna ose dita më e mia, aman me vetëm fejoje, s'ka lidhje fare, as me hon, as me ditë, as me muaj. Vetëm fejoje, aman.
Kërkoj halal për kohën, hiç s'ka nevojë fare, ke halalin me kuintal. Desha të marrë mendimin tënd lidhje me umrën e gjinisë femërore pa mahrem. Kohët e fundit po shkojnë shumë grupe gra me një udhëheqës hoxh në agjencitë e udhëtimit. A e di këtë mbretja e Arabisë Saudite? Vallai nuk e di, a e di mbreti? Me thonë drejtën nuk e di, për Zotin, a e din apo nuk e din. Por ideja është që udhëtimi i femrave për umre pa qenë të shoqëruara me një burr nuk lejohet, përveç se nëse është umreja e parë. Edhe për haxh nuk lejohet, përveç se nëse është haxhi i parë. Dhe kushti i vetëm është siguria në udhëtim, gjatë udhëtimit dhe siguria në qëndrim. Pra sa kushte na dolën, tjetë i pari haxh ose e para umre, një. E dyta, siguria në udhëtim, pra udhëtimi do të jetë i sigurt pa probleme, dhe kushti i tretë, siguria në qëndrim. Pra duhet të jenë një grup ku është e sigurt situata. Nëse është me këto tre, lejohet, përndryshe nuk lejohet. E ka bojë herë umrën të shkojmë prapë thotë, bëjmë një umër prapë si grup, mo trash. Pa e keni bojë herë umrën e Islamit, po, s'ka motra vëllezër, s'ka nuk lejohet me Islam, flas gjithmonë. Jo doni me bo vazhdoni, se i kënaqet agjencitë. Agjencitë në rregull janë. Agjencitë kënaqen. Ama fetarisht kjo nuk lejohet. Umre e parë lejohet, haxhi i parë lejohet, tjerat haram, po nuk pate shoqërues. Kursa e di mreti apo nuk e di, vallai unë këtë pjesë nuk e di. Po e takova, po malla Zoti kismetin me e taku mretin, inshallah ta pyes, a e di apo nuk e di. Po me ligj atje e lejohet, kështu që i bjerë që e di. Kam pas probleme në shëndetin hekuri, më binte shumë poshtë dhe dëshirosha me marrë infuzion për hekurin. Por më vonë mjekja tha ta provojmë me vendosin e spirales dhe mund ta zgjidhim problemin e hekurit. Unë që 3 vjet e kam vu spiralen dhe jam mirë tash, nuk kam nevojë për infuzia. Por problemi është se njerëzit po më thuan se e kam shumë haram pse kam vënë spiralen. A është vërtet që është haram? Janë rregull, po, janë rregull. Këtyne njerëzve thuj tas lalt me pak krip, jo me shumë, se s'ka birnone që ju man me ujë pastaj, po me pak krip, deri në 2 litra lall me pak fare krip, thuj këtyne deleve. A është haram me mbajt numrat e të vdekurve? Jo, mbaj se ndoshta të morin telefon në herë, kujtohen, të shojnë në mesazh. Maj, inshallah, maj numrat e të vdekurve se mund të bjerë në mesazh nga ahireti. Pa s'ka lidhje burr tani me majt numrat. Pse me majt numrin kot? Aty. Me dini atë historinë aty çunit ju. Kishte vdek njoni, edhe ai çuni, nipi, kishte vjedh telefonin. Edhe kishte kalu javë, 2 javë dhe u çoi tek ai mesazh këty në shtëpisë. Si jeni? Ata habiteshin. Ora thoshin si na bjer mesazh, filoni ka vdek. 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, i boni me hije këto të gjithë. Edhe mas një muaj vdes komshiu. Vdes komshiu. Mesazhi që ju kishte shkuar të gjithë familjarëve, epni karikusin komshiut se po marra bateria. Stresit zero, mund ta marrësh numrin, po të erdhi ndaj mesazh, do të thosë agjencia telefonike, nga që s'ka pas punë, numri ja ka dhënë dikujt tjetër, nuk ka ardhur nga ahireti, s'ka ardhur nga bota tjetër mesazhi. Po ndoshta agjencia, duke qenë se s'është përdorur, numri ja ka dhënë dikujt tjetër. Çarskasat. Kam vënë re që shumë që kam për rreth shokët e mi më largojnë se kam probleme me mysyshin dhe magjin.
dhe i flasin me njëri tjetrin dhe thonë mos rrini me filanin se ka probleme me mësysh dhe me magji. S'ka lidhje kjo punë, subhanallah. Për çfarë lidhje ka kjo punë? Pse dikush ka mësysh apo magji, domethënë ta largojmë ne? Çfarë lidhje ka kjo punë? A nuk është sëmundje ngjitse? Nuk është grip, që kur e ka një ungjit të tjerëve, nuk ka lidhje fare. Ojë thot kam një pyetje, se di se po më çmenin njerëzit, Duhet të di a festohet 40 vjetori apo jo, se shumë veta po më thonë që po e festove të sjell ters. Pa çka lidhje me tersin kjo punë, po puna është se s'lejohet në islam me bë kështu festimesh. Po s'ka lidhje me tersin. A lejohet manifestimin në islam në format kur ti mendon shumë atë gjë që kërkon dhe në të njëjtën kohë e shkruan shumë herë që të realizohet? Jo, s'lejohet, është mashtrim. Pralla. Bile mund të kaloj edhe në besytni. Mund të kaloj edhe në besytni. Përse disa nuk gëzohen që një person ka braktisur haramin dhe shtyr tek Allahu shpenduar dhe ka vendosur që jetën ta vazhdojë sipas asaj që është e lejuar dhe halal, por e kritikojnë dhe e gjykojnë për të kaluarën dhe e bëjnë të keq vetëm për të kaluarën. Sepse janë xahila, sepse janë ignoranta. Muslimani nuk ka drejt të gjykojë askënd, as për të kaluarën, as për të tashmen. Ne duhet të këshillojmë, po nëse njëri është penduar dhe është kthyer rrugë Zotit, mbaroi historia. Kush je ti që gjykon tjetrin për të kaluarën? Po këta janë njerëz që nuk bëhen, këta janë njerëz që nuk bëhen. Emri Daris, a është në Kur'an? Pse kjo është tendenca që me gjetë vetëm emra që janë kështu në Kur'an? Emri duhet të ketë kuptim të mirë dhe nuk është kush që të jetë në Kur'an. Nuk është kush që të jetë në Kur'an. Emrat e fëmijëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk është se kanë qenë në Kur'an të gjithë. Për shembull, emri Fatime, a është në Kur'an? Emri Hasan, emri Husein, emri Qasim. Shkë lloj tendence, a është në Kur'an? Thuti mos që pa qenë Kur'an, mbaroi historia. Hajde inshallah. Nëse ke mundsi një përgjigje nënës time të vdekur, i kishte ra vorri shumë. A është gjuna? Dhe është keq? Jo, mos ka lidhje. Mund të jetë prej shiut, mund të jetë shem në një rast. Çfarë lidhje ka keq mirë? Nuk ka lidhje fare. Kam disa vite që jam martuar dhe burri im rrin në një qytet të Evropës. S'du ta përmend se mund të ketë thonë këtu mos e lexo para popullit. Unë ka disa vite që kujdesen për fëmijët e kunatit, se kunata dhe vjera dalin bashkë shëtitje dhe Milan mu. Burri thot e ke për detyrë me i pa dhe fëmijët e kunatit bashkë me fëmijët tonë. Der Zoti lindë dhe unë fëmijë, dhe vajza e kunatit erdhi dhe i ra vajzës time. Kunata nuk fol. Unë i rash në shuplak vajzës kunatit. Burri më kapi për flokësh dhe më rrafi keq. Dhe më thot ti shko ke shtëpia jote se nuk du me nis jetën me ty veç se ke ra fëmijët e kunatit. A ma jep një këshilla, e kam për detyrë me kujdes për fëmijët e kunatit, edhe pse burrin nuk e kam këtu. Ta janë kështu më këta janë. Zoti di se ku jetojnë këta njerëz, çfarë planeti, çfarë shteti mund të jetojnë këta njerëz. Mirë që flit kanë shqip paktën. Çudi, nga mund këtu duhet me ngrit një konkurs, kush e gjen nga janë këta që kanë bërë pyetjen për Zotin, me bëjnë ai shpërblim. S'kan lidhje këto me jetën në tokë. Nuk kanë kjo lloj race. Kjo lloj gjëje këtu nuk ka lidhje me jetën në tokë, me normalitetin.
pasha Zotin, mos t'jenë pyetje që vinë, këto duken si pralla për Zotin. Kupton ti çfarë bëhet apo jo? Mirë të jam majt fëmijët. Mirë të jam majt. Pa hadhe dajak si gomarin duhant. Thoshin anë nga anët tona. Ka hangër dajak si gomarin duhan. Pse se i ka? Një moment është mërzit, i ka gjuhë, çfarë problemi ka? Po gjitha i shërbim që i ka bë gjithë të vite fëmijëve të kunatit dhe të kunatollës. Kunatollja, mashallah, del me vjerën e ma fëmijët nusja. S'ka polici që i arreston për Zotin. Këta nuk ka polici që i arreston. Dhe ky që i thot tani, s'du mo tani si jetën me to, është bo me fëmijë, s'du tani s'thot. Ti është zotni, po t'ishe burr, po t'ishe njeri, qysh në filloj mi thoshe, hajde këtu po, ne do të martohemi pash, kushti imi martesës është, ma ish kalamit e kunatollës edhe të vllajt tim. Ky është kushti. S'ke që të bësh, kur s'ke të bësh me njerëz, do të ngjesh kështu muhabetesh. A është gjunaf ta blejmë naftën që ai e ka vjedhur nga dikush tjetër? Po, gjunaf është. Haram. Përderisa ti e di që ky e ka vjedhur naftën, o haram. S'ka hoç që ta bën halal naftën e vjedhme. Ja pra, ja çan ndodh. Vjedhin naftën e njëri tjetrit, ja shesin njëri tjetrit. S'ka me, kemi o vlla, kemi ankohemi kot ne që po na vjedhin. O jemi, merë me në t'ishte ministër ky tipi që vjedh naftën e punës. Ky ta jepte Shqipnin me koncesion për 1000 vjet.